dallimi mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim. Dyjat rënien e kanë prej mëshirës dhe ngërthejnë mëshirën vetën e vet. Por dallimi mes tyre është, siç thotë Imam Taberiu dhe shumë të tjerë, Ar-Rahman është për krejt krijesat. Ar-Rahim është vetëm për besimtarët. Ar-Rahman është për këtë dynja, sepse rahmeti i tij përfshin krejt krijesat amon këtë dynja. Ar-Rahim është për besimtarët në ahiret, sepse rahmeti i tij ne përfshin vetëm besimtarët në ahiret, por jo edhe jo besimtarët. Nga se po të përfshinte edhe jo besimtarët, rahmeti i tij në ahiret do të kishte nxjerrë për xhenem, por jo dhe jo. Rahmet në ahiret nuk ka për jo besimtarët. Por Ar-Rahman i gjithëmshirshëm për krejt krijesat e Zotit. Po mos të kishte Allahu këtë cilësi i gjithëmshirshëm, do të kishte shkatruar njerëzit për mëkatet e tyre, për kufrin e tyre, për shirkun e tyre. E njeriu nuk ka këtë cilësi. Andaj njeriu, Zoti nuk meriton me pas këtë emër, dhe është për emrave, insani ka të ndaluar me emërtuar birin e vet Ar-Rahman. Nuk bën. Krejt ata emra që janë Rahman, do të thotë Abd Ar-Rahman, Abdurrahman. Nuk bën me thonë njëri Ar-Rahman. Nuk bën. Është ndaluar. Pra Ar-Rahman, Allahu është gjithëmshirshëm dhe prej mëshirës së tij të madhe ka krijuar çdo gjë. Ar-Rahmanu allama al-Quran. Ua mësoi Kur'anin. Ani pse Allah i madhruar sek me poshtë shumë nimete, por e fillon me nimetin me dhuntin e mësimit Kur'anit, zbritjes së Kur'anit. Nga se është dhuntia më e madhe e Allahut për njerëzit në tokën e tij. Ne themi pak më ndryshe fjalorin ton, por njëjta është. Islami është dhurata, dhuntia më e madhe e Allahut për njerëzimin. Burimi i Islamit, baza e Islamit, referenca e Islamit është Kurani. Si do të kishte qenë njerëzimi pa Kur'an? Si do të kishte qenë njerëzimi pa Islam? Se kurse kafshët, më djeme të humbur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد.
Falënderojmë Allahun e madhruar te bareke ve taala që i përket lartë madhërisë së tij. Salavat dhe selam e dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, familjes së tij, shokëve të tij, të gjithë atyre muslimanëve dhe muslimanëve të cilët kanë ndjekur, kanë pasuar rrugën e atij burri të madh, derisa tek kësaj dite dhe ata të cilët vinë pas nesh deri në kiamet. Pas e lutim Allahun e madhruar që të na shtoj dijen e hajrit të dobishme, e të na bëj për atyre që përfitojnë nga ajo që Zoti i tyre i ka mësuar, te bareke ve taala. Pastaj të nderuar, me emrin e Allahut Azza wa Jall, po fillojmë me komentin e surës Ar-Rahman, i gjithëmshirshme. Dhe fillimisht cekim disa njohuri të përgjithshme, siç edhe kemi traditë rreth kësaj sure të bekuar, ashtu siç kemi cekur rreth sureve të tjera, për të kaluar më pas tek komenti ajeteve të para të cilat pasaj dëgjuar. Kjo sure quhet Suratul Rahman. Është quajtur kështu sepse fillon me këtë emër të bukur të Allahut Azza wa Jall. Madje është vetmja sure në Kur'an e cila fillon me një emër të bukur të Allahut Azza wa Jall. Ar-Rahman. Kjo sure, sipas shumicës dërmuese të ulemave, të komentatorëve të Kur'anit, ka zbritur në Mekë. Përpas ajetet 22, siç thot Ibn Abbasi, e që do të flasim për të kur shkojmë tek ajeti në fjalë. Në thuhet se ka zbritur në Medinë në vitin e 6 Hijri, pas beslidhjes së Hudejbis. Por mendimi më i fortë se ka zbritur në Mekë. Ndër argumentet të cilat i marrin ulemat për bazë se kjo sure ka zbritur në Mekë janë disa, ndërto Urwet ibn Zubair, Allahu pas mëshiruar pej tabiinëve, tregon se i pari sahabi i cili e lexoi Kur'anin haptazi me zë, guxoj me lexu Kur'anin haptazi para krerëve me kas, para qabës, ishte Abdullah ibn Mesud. Kur themi i pari që lexoi Kur'anin me zë, respektivisht në guxoj, jep me kuptu se deri me tani as kush Kur'an prej atë numrit vogël të sahabëve në fillim të Islamit nuk ka lexuar Kur'an haptazi para paganëve e dhejtarëve me kas. Pas ati që i ka zbrit alayhi salatu wassalam, ai po. Derisa disa sahabë, qëta që ishin, po diskutojnë me zveti, po thojnë, sikur të kishte dalë dikush prej neve që jena musliman, e me lexuan një pjesë të Kuranit haptazi me za, para i dhejtarëve me kas, t'ja u qojmë fjallin Allahut në vend, dhe ta njim këtë Kuran ata. Abdullah ibn Mesudi ishte aty prezent, tha une. E Abdullahu është pejt para që ka pranuar Islamin, sa që thuhet i 5 e 6, pejt para. Tha jo, ti jo, sepse ti nuk ke familje autoritative e cila të mbron nëse krerët me kas duan të bëjnë do një të keqe, e që këshim për qëllim, po a kemi mysin krejt. Por le del dikosh që ka autoritet, ka familje autoritative, dhe nuk rëzojnë me sulmu. E që ke ka qenë prezente në atë kohë shumë, anë pëse një realitet e tilla edhe në dhe sëtë. Se të kish krajnë fort për mrapa, të gjithë mirë ki.
Kur këtë se ki. Se ta kish krahin në do për mrapa, të ke kujdes, se kur mirë se ki. Andaj, sa më pagoje. Dënjaja është kështu. E rëndësishme, Abdullah i thëtë, wallahi, në pa dojnë nuk e la. Ska dërtë, do të qka të ndodhë. Dhe një ditë, se duke këtë besede kanë bërë mbrëmje natën, sepse ta zakonisht mbrëmje në mbledhur, në të nesërmen, kër linë dielli dhe kohën e paradites, jo në mes ditë kur o vapë, në kohën e paradites, kur me kasit mblidhen para qabës që kishin e zakon më mbledh, krerët me kasët, ata bosat. Këtë del para ty në afer qabës dhe janë nisë lezën Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman, allama al-Quran, khalaqa al-insan, allamahu al-bayan. Fillon me lezu suratul Rahman. Kur ngojnë ata. E thojnë, qka është ka thët Ibnu Ummi Abdin. Madha yaqul Ibnu Ummi Abdin. Kështu quan të aj, ishte njohë në emën të nanës vetë. Thonë, qono, se kuptun që Koran. Dhe dikush për ty në tha po. Tha, qa për thët? Po thët që ato që ka zbrit pejgamberit, Muhammedit, pa, kjo pejgamberit. Që hunë, kapne. E kapin, e silin, kë, ata sil kres, kë nuk nalte. Të lezu ajetet koranore, të lezu ata sil e gjakur rrëdh, e kë lezë Koran, e gjakur rrëdh, e lezë Koran, dhe resa ata ngapen të rrëj. Ngapen ata. Dhe e lanë, dhe kjo këthyr të shok të vetë dhe gjaku për i rrëdh, për hune, për goje, për... Edhe i thanë, që sa ju kemi tutëna, po të thamëna mos shka, thamëna nuk jetë ti për këtë punë, sepse s'ki krah. Tha pasha Allahon, që ma ndijan, kur nuk më ka ndu, kur ma dy vegjel, ma të pavlerë, që ata njerës. Asë laf për ta borë nuk e kam, dhe si dënë apet që ka edhe njëherë ndashë. A dënë më shku apet? Apet që ka edhe njëherë ledzaj, edhe le të bojnë që ka të dojnë me mu se pes pare nuk i japi. Kjo është tash jemi, pes pare si japi, që është i karon me thanaj. Radiallahu anhu, Allahu qoftë i knatë qërë me te dhe me të gjithë ata sahabë. Kjo është rimni. Koranin me lezu. Mja që njerëzve në vend. Pra, ka pas kohra, pa dasht më nalë këtë hyre, se kemi ajete, i kemë 13 ajete, mi spjegu, mi komentu. E pa dasht më nalë në të gjatë, por këtë regim në kujtanë se ka pas kohra edhe me vonë, deri të vëllezërit tanë për te i kufirit, ku me lezu Koran haptazi ka qenë krem. Ka qenë krem. Ama dënjaja është kështu. E kur është një metë, me lezu Koran haptazi ngërojnë muslimanët. Wa qala Rasuli, ja Rabbi në qawmi të khadhu hadhe l'Quran mehgjura. La ilaha illallah. Që shka thonë Allahu, tha pejgamberi Rasuli, o Zoti jam, ky millet e braktisi Koran. Edhe ne sëtë, që ka themi pas ky millet, runa zësta që për goje me thamë. Koran me lezu, o musliman, se fjallë e Zotit tonë. Kjo është një argument që Suratul Rahman ka zbrit në fillim. Argument tjetër është, këtë ngjarje e cekin shumica e librave që flasin për siret pejgamberit alayhi salatu wasallam si Ibn Hisham dhe të tjerë, dhe librave të cilat flasin për biografin e Abdullah ibn Mas'udit, se Ustul Qabe, se Sira Lam Nubela dhe të tjera, të cilat flasin për biografin e tina cekin, se i pari sahabi i cili haftaze ka lezuar Kur'anin para i dhejtarve me kas, është Abdullah ibn Mas'udi, e ne po na vjen këtu se ka lezuar të këtë sure, e që po kuptohet se këtë sureve që ka zbritur në Mekë e jo në Medinë, siç thonë disa ulema.
Argument tjetër është hadithi që ka i Xhabirit që ka ardhur në Tirmidhi se pejgamberi alayhi salatu wasalam, siç Xhabiri doli një ditë dhe na lexoi surën, nuk tregon në kanë namaz, nuk ka kanë kulësat, vetë doli një ditë para nesh dhe na lexoi surët Ar-Rahman të tërën. Dhe sahabët gjallë që gurigojën asnjë zë nuk e qëtën. E pejgamberi tha, çka puna ju po heshtini? Më mirë përgjigjen gjinnet se sa ju. Ua kam lexuar gjinve lejlet e gjinatën e gjinve këtë sure dhe nuk ndallte me thonë fe bi eje ala i rabbikuma tukadhiban, me lexu këtë ajet koranor i cili lexohet, i cili përsëritet 31 herë në surën Ar-Rahman, e për çfarë nimetet Zotit i përgënjeshtëroni ju, e që nuk thonin gjinnet Zoti jon, asnjë nimet nuk e përgënjeshtërojmë, Zoti jon lekel hamd, ty qoftë falënderimi o Zot, nuk i mohojna dhuntit e mirësitë tua. E lelet il gjin kemi folë për te dhe flasëm prap, inshallah ta'ala nëse kemi ymer, edhe kur shkojmë të komente se urët il gjin atje, e që shuat e lelet il gjin që ka ardhë në Sahih Muslim, Imam Ahmed, Tirmidhi dhe të tjerë, se pejgamberi alayhi salatu wassalam duke kthyer nga Taife pasi që e provoi me shku edhe në Taif, mos po don Allahu pjafshel zemrat atyre njerëzve, por nuk ndodhi ashtu, dhe ndodhi çka ndodhi, ata dëbuan e noqen, gjakosën me gure, gjëjtën e tjerë, dhe rrugës duke u kthyer ky i bekuar natën, ishte duke falur namaz dhe e dëgjuan gjinnet dhe e besuan gjinnet dhe zbretën ajete kuranore për atë dëgjim të gjinve që dëgjuan atë Kur'an dhe u quajtur nata e gjinve lejletul gjin. Pra, kjo sure ka zbritur në Mekë. Përshtatshmëria e kësaj sure me surën para prake suratul Qamar. Kjo sure, sikurse e tëra, është sqarim e asaj që është cekur në pika shkurta në përgjithësi në suratul Qamar. Ashtu që në fund të surës Qamar, o cek gjendja rand e ditës së Kiametit, por jo në detaje. Këto ceket në detaje. Në fund të surës Qamar, ceket shpërblimi besimtarëve, për shkurt. Këtu në detaje fleti madhe Zot për shpërblimin e besimtarëve. Fillimi surës Al-Qamar tregon për forcë. Iqtarabet as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. O afro Kiameti, o qahama. Tregon për fuqi, për pushtet. Ndërsa kjo sure Ar-Rahman jep një ndjenjë për mëshirë, për rahmet. Për ata kjo sure, fakti që fillon me emrin Allah të Rahman, sinjalizon mëshirë të madhe dhe bën njeriu me që dorën vesh e me dëgju. Muslimanin dhe jo muslimanin. Jo muslimanin, Ar-Rahman çka ka thëtë? Nga sa ata në fakt nuk e njiftin Ar-Rahman, për ata është thanë Zotën se njëra prej shkaqeve të zbritjes së këtij ajeti, së kësaj sure është se kur Allahu Azza wa Jall u tha atyne usjudu lir-Rahman, qalu wa ma ar-Rahman, surat al-Furqan, e kush është Rahmani? Nuk e njohëm ne. E Allahu e zbriti këtë sure duke filluar në emrin e tij Ar-Rahman, duke treguar pastaj se ja, ky është Ar-Rahman. Me të gjitha këto dhunti dhe begati, të cilat të dalin prej cilësisë së tij të rahmetit dhe burojnë për të emrit të tij të bukur e që është i gjithë mëshirshëm. Kjo sure tek temat e kësaj sure, përderisa sure me kase, sigurisht se ka për qëllim bazat e tauhidit të njohshmërisë së Allahut te bareke ve taala. Fillon
me premendjen e dhuntive ndaj njerëzimit, duke filluar me dhuntimet të madhe që ka njerëzimi, apo që dha njerëzimit e që është Kur'ani. Pastaj cek krijimin e njeriut. Pastaj se mëse njeriu me fol, e dallat e krijesave të tjera. Krijoi krijesat lartë në qiell, diellin dhe hanën e yjet. Krijoi poshtë në tokën dhe bëri të banueshme për njerëzit. Duke cekur shumë dhunti dhe të mira që ka kriju në tokë, si pemët e frytet e lloj tjera, drithat e tjera, që janë dhunti dhe që janë dëmësdëshmëri për jetën e njeriut. Kjo sure me gjithë se cek të mirat shumëta të kësaj gjithësie dhe me gjithë këtë përkryri që ka bërë Allah i madhruar në këtë gjithësi, tregon gjithashtu se vjen një ditë ku asë gjë nuk mbetet. Çdo gjë shkatërrohet. La ilaha illallah. Kjo sure e përshkruan që shtam me lartë në detaje të mirat të cilat do të shijojnë muslimat në xhenet, për nga ushqimet, për nga veshmbathja, për nga pallatet, deri tek martesa me hyria të xhenetit. Në anën tjetër përshkruan në detaje vuajtjet e xhenemlive, se si tërhiqen zhagazin e xhenemit dhe çfarë vuajtje përjetojnë ata. Allahu na ruajt. Surja përfundon me madhërimin dhe lartësimin e të madhit të Allah te bareke ve taala, dhe sigurisht se ka edhe tema tjera. Kjo sure është 97 e zbritur me radhë, si mbas shumë e madhe. Ka zbritur pas surës Ra'd dhe para surës El-Insan. Dhe thuhet se ka zbritur pas surës El-Waqi'a. Ibn Ashuri, sikurse favorizon se ajo ka zbritur pas surës Furqan dhe para surës Fatir, e që bie se është 23 me radhë, si mbas tina. Është 55 rënditur të në mushaf, pas surës El-Qamar. Ka 78 ajete, e thuhet 77, e thuhet 76. Ka 351 fjalë, e thuhet 352 fjalë. Ka 1636 shkronja, e thuhet 1640 apo 48 shkronja. Këto ishin njohuri të përgjithshme të kësaj sure të bekuar. Tani me emrin Allahut Azza wa Jall, ma'udhu billahi minash shaitanir rajim, shkojmë te komenti e ajeteve të cilat e kemi para vetes, duke lutur të madhin Allah Azza wa Jall që të na jap bereqet, të na mëshiroj, e të na mësoj atë që nuk e dim, e të na bëjë që të punojmë me atë që na mëson i madhi Allah, të përfitojmë për Koranit në dunja, të përfitojmë për ti dhe tjetë shoqëruesi ynë në varr, dhe tjetë argument për ne e jo kundër nesh ditën kur dalim para të madhit Allah. Allahumma amin. Pra thot Allahu Ar-Rahman, Ar-Rahman i gjithë mëshirshëm. Thamë se kjo sure fillon me këtë emër, e që është për emrave të bukur të Allahut, te bareke ve taala. Kemi cekun fillim Bismillahirrahmanirrahim, kër kemi komentuar fillim Fatihas, pastaj elhamdulillah rabbil alamin, kër fol Ar-Rahmanir-Rahim për ajetet, për komentimin e ajeteve të surës Fatiha, se dallimi mes Ar-Rahman dhe Ar-Rahim, dyjat rënjën e kanë prej mëshirës dhe ngërthejnë mëshirën të vetën e vet. Por dallimi mes tyre është, si thot Imam Taberiu dhe shumë të tjerë, Ar-Rahman është për krejt krijesat. Ar-Rahim është vetëm për besimtarët. Ar-Rahman është për këtë dunja.
sepse rahmeti i tij përfshin krejt krijesat amon këtë dynja. Ar-Rahim është për besimtarët në ahiret, sepse rahmeti i tij ne përfshin vetëm besimtarët në ahiret, por jo edhe jo besimtarët. Nga se po të përfshinte edhe jo besimtarët, rahmeti i tij në ahiret, do t'i kishte nxjerrë për xhenem. Por jo dhe jo. Rahmet në ahiret nuk ka për jo besimtarët. Por Ar-Rahman i gjithëmshirshmi për krejt krijesat të Zotit. Për njerëz, për gjin, për insan, për hevan, për musliman, për jo musliman, për të drejt, për bamirës, për kriminal, për të gjithë njerëz. Falës këtij emri të Allahut të madhruar, e që pe kësaj nxirrat e rahmeti, kësaj cilësie të madhe të Allah, vazhdojnë të jetojnë, të lirë, të hanë e të pinë, krejt zullumçarët, krejt jo besimtarët, krejt kriminalet, krejt njerëz të këqij e saxhi në këtë dynja, sepse i përfshin rahmeti i Allahut Ar-Rahman, i gjithëmshirshëm. Andaj e shef se kër i njofëm një Allahut dhe i njofëm emra, e Allah në që njofëm në përmjet emrat të ti dhe cilësive të ti. Pra kër i njofëm emrat e Allahut, njofëm Allahut dhe kuptojmë ligjet e Allahut. Po mos të kishtë Allahut këtë cilësi i gjithëmshirshëm, do të kishtë shkatruar njerëzit për mëkatet e tyre, për kufrin e tyre, për shirkun e tyre. E njeri nuk e ka këtë cilësi, andaj njeri ju, zotëna nuk meriton me pas këtë emën, dhe është për emrave, që insan e ka të ndaluar me emërtu e birën e vetë Ar-Rahman. Nuk ban. Krejt ata emra që në Rahman, dhe të nështu Abd Ar-Rahman. Abd Ar-Rahman. Nuk ban me thonë njerit Ar-Rahman. Nuk ban. është ndaluar. Nga se po jep njeriu një epitet që nuk e ka, që ka veç krijuesi. E që i guxon ti me marrë një epitet që ka krijuesi. Ku më rat guxim ti? As ke frikë Allahut? Tu që Zotit, ja se kum ditë, mirë se këtë ditë, bëri istighfar, kërko të Zotit falje, në rrej djalit emnin. Jo s'mu janë në rrej, mos më shme letra, në rreja me goj, me shprehi, me të thirrur, dhe thërë robin Abdurrahman e jo Rahman. Sepse Rahman është një. Pra, kër e një robi, Allahën e madhruar, në përnë kësaj cilësie në këtë rast, kupton se rahmeti tina është i madh. Po t'ishtë në dorë tonë, ne këshëm shkatru zullumçarët. Këshëm shkatruni. Ata njerë që bëjnë luftra, ata që bëjnë krim, ata që bëjnë fesad, qoftë individ, qoftë grup, qoftë shtet, shoqëri, ummet. Por nuk vepron kështu Ar-Rahman. Sepse është i përshkruar me këtë cilësi. Ne nuk jemi. Andaj njihe Zotin tënd. E mos u e qysh për dorën Zotit. Që e ka flet. Të për matë me sabrin tënë, për matë me mshirën tëne. Ajo është Ar-Rahman, o Rabi Zotit. Dhe i ka vërë ligje. Në këtë dynja është Ar-Rahman. Për bërë sabër. Dhe vjen koha. Tani më nuk është Ar-Rahman për ata që janë atje, kur dalim këtë në heret, por është Rahim për rabët e tina. Pra, Ar-Rahman, Allahu është gjithë mëshirshëm. Dhe prej mëshirës së tij të madhe, ka krijuar çdo gjë. E pastaj cek të tash në vazhdim, dhunti, e mirësi, e begati për njerëzimin. Musliman jo musliman, sepse me rreth Ar-Rahman e gjithë mëshirshmi. Ar-Rahmanu allama al-Quran. Ua mësej Qur'anin njerëzve, ta lexojnë, ta kuptojnë, ta shqiptojnë. Ua mësej njerëzve, ua zbritu Kur'anin, ua përzjodhi Kur'anin, i cili është burim kryesor i dinit, i fesë.
e njohe se Allah azza wa jall, i halalet e haramit, i të mirës e të keqe i dallon robi, është bazë ku të mbështetet dhe bazohet robi. Ibn Kathiri thot, anë pse Allah i madhruar, El-Khazin thot, anë pse Allah i madhruar cek me poshtë shumë nimete, por e fillon me nimetin me dhuntin e mësimit Koranit, zbritjes së Koranit. Nga se është dhuntia më e madhe e Allahut për njerëzit në tokën e tij. Ne themi pak më ndryshe fjalorin ton, për njëjta është. Islami është dhurata, dhuntia më e madhe e Allahut për njerëzimin. Burimi i Islamit, baza e Islamit, referenca e Islamit është Kurani. Andaj se ka Allah këtë dhe fillon me te. Allem el Kur'an, pastaj thot khalaqa al-insana ka kriju njeriu. La ilaha illallah. Se do të kishte qenë njerëzimi pa Kur'an? Se do të kishte qenë njerëzimi pa Islam? Se kurse kafshët, mëdje me të humbur, me të devijuar. Pra dhuntia më e madhe, Kurani. Ar-Rahman allama al-Quran. Ja ka mësuar njeriu këtë Kur'an. Ja ka mësuar me shqiptu, ja ka mësuar me lexu. Me kuptu halalet dhe haramet, dispozitat, ahkam, krejt që kam të. Khalaqa al-insan, e ka krijuar njeriu. Njeriu, Adem a.s. dhe prej tij krije njerëz të tjerë. Krije këtë njeri në formën më të përkryer, duke mos i lanë mango asgjë. Asgjë. Këto edhe pa i vetë mjek të shkencëtar të profile të ndryshme, një thjesht arrim ta kuptoj nga logjika shëndosh dhe nga natyrshmëria jonë, se ky njeri çka do të diçka, po të kishte mango, do të kishte qenë i banket, i shëmtuar. Krejtu që ka, po të kishte pas diçka më tepër, prap nuk bën i shëmtuar. I shëmtuar ndukje, e lëre më në funksion. La ilaha illallah, që ka krijuar Allahu këtë insan. Kaq të bukur, kaq të mirë, të përzgjedhur pe krijesave të tij. Analet kë insan më kujtu më e herë. As ka mujtë Allahu me falë në formë të hajvanit, në formë të ndonjë shtaze, por e ka falur në këtë formë, të cilën e ka përzgjedhur vetë, e që është forma më bukur prej krejt krijesave të tij që kanë tu. Tebareke wa taala. Khalaqa al-insan, ka krijuar njeriu. E ceki nimetin e parë Kur'anin, tash nimetin e krijimit të njeriu. Allamahu al-bayan, ati i mësoi të folurit të qartë. El-bayan është gjithçka që është të qartë. Allamahu al-bayan. Shumë ulema kanë thënë se allamahu ja mësoi të folurit. Të folurit. I lartësuar është Allahu. Qysh e mëson insanin me fol? Pse krijesa të tjera s'flas? Po vetëm insani flet. Dhe ja këto pja kujton. Allamahu al-bayan. El-bayan është me ditë më marrë hinduar njerëz, më marrë vesh me njerëz, mja shpreh ata që ki ndjenjat tua, që ki mendjen tonë. Me komuniku, me jetu, me njerëz, me ditë, me dhone, me marrë, qa për thëtë, qa për thue, me funksionu jeta normale, duke folur, duke shprehur.
gëzimin, e hidhrimin, e përpëzimin, e refëzimin, e dëshirën, e tjera, idetë që i kije, dhanat që i kije, njohurit që i kije dhe kështu më radhë. Dësa ulema kanë thanë se allamahu al-bayan, shkuptet edhe ma gjanë. Saad dhe thot, allamahu al-bayan, ja ka mësu të sharuarit, të folurit dhe të sharuarit, qoftë nëpërmjet gojës, qoftë nëpërmjet shkrimit, në çdo formë që ajo sharon të tjerëve, atë që ka dhe që e shpreh. Imam Taberiu thot se kjo është edhe ma gjanë, o mëson njerëzve çdo gjë që është e qartë për ta. Wa ka sharuar çdo gjë, përpas të folurit, të shqiptuarit, po edhe të shprehurit, dhe halalin, dhe haramin, dhe krejt që ka nevojë njerëzit për to. Wa ka mësuar, wa ka sharuar, i madhi Zot. Këti kanë gatshme njerëzit, veç me i marë, me i lexu, me i kuptu, dhe me i shpreh dhe me të me vepru. Pas kësaj, kalon i madhi Zot në cekjen e disa dhëmtive begative qiellore. Wa shamsu wal qamaru bi husban. Diellin dhe hanën i krijoi sipas një bi husban, një përcaktime të saktë, një llogarie të saktë, një funksione të saktë dhe preces. Pra, ai është Allahu i gjithë më shërshmi, i cili krijoi njeriun, e zbriti këtë Koran, e dallon njeriu prej krijesave tjera të flasin, nuk din më shpreh, ato në fakt e kanë një lloj komunikimi mes vete, por shumë larg komunikimi të njerëzve, pastaj nuk quhet e folur, quhet komunikim. Nëpërmjet zërave, nëpërmjet lëvizjeve të ndryshme, po merren vesh hajvanati, merren vesh mes vete, nuk ka dyshim. Ama jo me shpreh, me të folur se kurse insani. Nimet i madh të folur, por insani kur sa ta ka një nimet, se kurse harron, është gafil ndaj saj, derisa t'ja merr Allahut nimet. Po ja morr Allahu, atëherë bien mend. I bien mend, por do shta bëhet vonë. Pra, Allah është ai i cili e krijoi diellin dhe hanën, të cilat janë lartë në hapësirë. Dhe ato i krijoi me një përpikri, me një lëvizje të përkryer, të cilat nuk mund të ndryshojnë, as nuk guxojnë të ndryshojnë atë program, të cilën i ka krijuar në te, dhe i ka mbeshur me te krijuesi, dhe ka urdhëruar që të shkojnë sipas asaj llogarie apo atij përcaktimi deri në kiamet. La shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamar wa al-laylu sabiqu an-nahar wa kullun fi falakin yasbahun. S'mundën të ndeshen mes vete, s'mundën. Se cila pe i tyne në tonë, lirë shumë një orbit në këtë hapësirë, e kryin funksionin e saj dhe hana dhe dielli, të cilat janë dy faktorë, kyç, për jetesën apo mbi jetesën e shëndosh në këtë planet. Pa këto të dyja, jeta është e pamundur. S'ka jetë, që të gishtin kry insani. E bëjnë jetën jo vetëm të mundshme, po edhe jetë të rahatshme, jetë të këndshme, të lehtë. Madje, nëpërmjet këtyre dyjave, krijesave diell dhe hanës, njerëzit e kuptojnë edhe kalendarin, vitet, mujt, llogarinë nëpërmjet diellit dhe hanës. Pra, nimetet mëdha të Allahut për njeriu. Wan-najmu wash-shajaru yasjudan. Po edhe yjet, lartë në qiell,
e që numërin e tyre veç Allahu e din. Po edhe dronjet në tokë poshtë, jesjudan i përullen të madhët Allah Azza wa Jall. I përullen Allah. E ke i përullen i bojnë sejdë karën Koran, por i përullen i nënshtrohen të madhët Allah. Ndash thuj i nënshtrohen nga ana shkencore, ku kanë me i krye funksionet e tyre paqare, kështë që pëmë kanë me qitë frytet e tyne. Pëmë kanë me dhanë oksigenin e tyne për njerëzë, kanë me thyrë dioksid karbonin, kanë me qenë të dobishme për insan, deshten, nuk deshten. E nuk gëzojnë mes me dashtë, dohet me dashtë. Po ashtu yjet kanë me shërby njerëzve, e kuptuan se kuptuan njerëzit, ose nga ana fetare, jesjudan i nënshtrohen, mund t'jetë kuptim shumë të ngushtë, i nënshtrohen i bojnë sejdë, bojnë tesbih Allahut, sepse ne e dim, parim dhe kemi cekë me 10 herë, se korona e ka cekur, se nuk ka diçka në këtë gjithësi që nuk i bën tesbih të madhët Allah. Për pas dhe insanve që nuk janë as hajvan, po jo veç insan, që që kanë hajvan të bojnë tesbih Allahut, një pjesë insanve jo, edhe disa gjënë e shejtan. Kaq. Për ndryshe nuk ka krijesa Allahut në qiell, në tokë, dhe nën tokë, dhe mbi tokë, dhe në sjellë e tokës, që nuk i bën sejdë të madhët Allah. Ose, i përullen të madhët Allah, shkojnë konform për caktimit Zotit, të bare këtale të nënshtruara, dhe të madhët Zot, e që nënshtrimi i tyne, kthehet në interes të njerëzve. O nëgjmu, pra, kur ndëgjën fjallën e nëgjmë, ai që mërve gjuhën arabe, e kështën se është për qëllim ylli, yjet. Dhe zaten janë dy mendime në kuptim të kësaj fjale. A janë për qëllim yjet, e që është një mendim i selefëve dhe që favorizim nuk e thiri, apo janë për qëndrim e nëgjmo, i thojnë gjuhën arabe edhe barishtes. Barishtes krejt bim të cilat nuk kanë trup, kanë si kashtë, ku si të pjekën rëzohen, që të e në barishte, e që në drithat e breqetit, të shto pëmëtë, perimet e vogële, shto farë, salata, shto keq ato jenë barishte. Së dhe që tjetë, që këte favorizën Taberiu këtë dytën, së dhe që tjetë, ndoshta ma afër është aje qieve para, e yjeve, edhe yjet, edhe drunjet, i nënshtrohen të madhët Allah, apo i përullen të bareke o ta'ala. Was-samaa rafa'aha, wa wada'a al-mizan, po dhe qiellin e ngriti lartë, dhe e bëri qati të krijesave poshtë. Wa wada'a al-mizan, dhe vendosi drejtësi. Drejtësi. Allahu krijoi qiellin dhe tokën dhe çfarë ka me drejtësi, dhe vendosi në këtë tokë drejtësi dhe urdhëroi që të punohet me drejtësi. Për ata thot në vazhdim, alla tatghaw fil mizan, që ju mos ta shkelni drejtësi. Folni drejt. Matni peshoni drejt. Veproni drejt. Gjykoni drejt. Merrni drejtësin parim fundament tuaj. Gjatë tanë jetës juve. Në çdo gjë. Në çdo gjë çka kërkohet në të drejtësia. Në këtë dënja në gjithë çka kërkohet drejtësia. La ilaha illallah. Emën i madh është drejtësia. Peshë madhe ka drejtësia. E sa herë dohet me gjyku me drejtësi kundër vetës tënde, kundër babës tënde, kundër nanës tënde,
kundër popullit tonë. Sepse o drejtësi nuk e lakmi, nuk është me anu, por është me gjyku, është me matë, është me peshu, me drejtësi. Allahu ka kriju çdo gjë me drejtësi. Dhe na ka ndaluar të gjykojmë shtremt, ta shkelim drejtësinë, pra na ka ardhuru që të mastim, të peshojmë, qoftë me kile, qoftë me litra, qoftë me mas, qoftë me çka do, e me fjalë, e me vepra, me krejt, me drejtësi. E vërtetën këta edhe më shumë dhe thot, u aqimu l-wazn bil-qisti, wala tukhsiru l-mizan. Prandaj matni me drejtësi, peshani. Dhe mos hanin pesh. Kjo në kuptim të ngushtë u drejtohet atyne që kanë të bëjnë me pesh, me matë. Në kuptim të gjerë u drejtohet krejt njerëzimit, që se ka më lartë, kur të falë drejt, mësë jam a i shtremtës, sot populli, falë drejt, mësë jam a i shtremtës. Po pra, falë drejt, mësë jam a i shtremtës. Thuje hakun, mëse thuj shtremtën, po pra. Gjyko drejt, mësë gjyko shtremt, po pra. Në çdo gjë që kërkohet e drejtësia. Wala tukhsiru l-mizan, mos hanin pesh. La ilaha illallah. Mos hanin pesh, mos I mashtroni njerëzit në pesho, jo milet. Sepse Allah se kjo shtrembëri e drejtësisë, e Allahu këtë gjithësi e ka kriju me drejtësi, dhe nuk e pranon dhe nuk e dën të padrejtën. Dhe harroje që mundesh me qenë rob I mirë të Allahu edhe nëse rënë sejdë 24 orë, dhe agjeroni ditë po një ditë jo nëse nuk e ke këtë parime të drejtësisë. Harroje që je për Rabbe të dëvat shumë të I madhi Allah. Për ata një muslimën gjithmonë jemi I veçuar ümmet I drejtë. Ümmet I drejtë, flasëm drejtë, veprojmë drejtë, matëm drejtë, gjykojmë drejtë. Dhe mos pak të mërzitëm për pasoja, le t'i ban ai le t'i ban, që s'ka vepru drejtë. Jo ne, që jem duke matur, apo duke folër, apo duke vepru, apo duke gjykuar. Jo, drejtë. Baje drejtësi. Është e randë, shumë e randë. Veçanti këtë zaman, kur ja ka mujt pa drejtësia zullumi. Ama pse ja ka mujt pa drejtësia mbetet parim qiellor ende. Sigur se Kurani mbetet fjallë e Zotit, din kiamet, Allahu na rujt edhe nëse kejt dynjaja, ja këthej shpinën Kuranit, ja këthej shpinën, po këtë që është, kësë ndrysha. Por drejtësia nuk ndryshon, mbetet drejtësi, dhe mbetet parim qiellor që Allahu fort na kërkon. Shumë na kërkon. Dhe përballë saj ashpër na kërcënon, se nuk bën t'ja majnë atë shtrembës. Pas kësaj I madhe Zot kthehet dhe kujton disa dhunti begati tokë poshtë. Wal arda wada'aha lil anam. Aja dhe tokën e bëri të banueshme për krijesat e Tij. Qielli lart, tokën poshtë. E bëri të përshtatshme, të mundshme për me hecë, me punu, me gjallu, me jetu, në te. Lil anam, el anam janë krejt krijesat e Allahut Azza wa Jall. Këtë krijesat e Zotit. Çdo krijesë që ka shpirt është el anam. Pra ka nisën të tante këtë tokë, e ka bërë të përshtatshme për këto krijesa. Të bareke o ta'ala, por krejt ato krijesa, pastaj I ka krijuar dhe I shërben që ti insan është I njeriu. Që Zoti po ja kujton këtë nimete. O robi jam, pa sheh tokën që po ecë mi te, pa po sheh krijesat që janë mi te, pa po sheh krijesat që janë nën te.
minerale të ndryshme, apo ndete atje, apo i sheh këtu? Po për ju i kam krijuar, o ju njerëz, wal arda wadaha lil anam. Cekni për gjithësi, e pasaj cek të mira tjera më në veçanti. Fiha fakihetun, wa nakhlu dhatul akmam, në te ka fruta të lloj-llojshme. Ju a kujton Robëve se frutat janë element këç për qëtuar insani, janë të domosdoshme për jetën e njeriut. Lloj frutash. Lodhesh të një, ma s'po një arrit dhe të me një. Dhe subhanallah, pastaj lloj fruta se cili region, se cila pjesë e botës, i ka frutat e veta, të cilat nuk bëhen në vendet e tjera. Pastaj, wa nakhlu dhatul akmam, po edhe hurma me degët plot kalavesha. Ibn Kathiri thot, i ka cekur pemt një herë, pastaj ka veçuar hurmën, anë pse kjo është pemë, për hir të vlerës së saj. Hurma nuk ka çfarë do pemë. Hurma nuk ka si pemë të tjera. Hurma dallon shumë të pemëve të tjera. Në çdo gjë dallon. Hurmi është e vetmja, e cila është edhe pemë, fryt, po është edhe ushqim të njëjtën gjë. Madje është edhe ëmbëlsirë të njëjtën kohë. Njëjtën kohë është edhe ëmbëlsirë, është ushqim, është fryt. Dhe ato lekma, o të farë kalavesha të shumëta, e të mëdhej, që i ka kriju Allah Azza wa Jall për insan. E pastaj ato hurma i ka bërë lloj-llojshme. E pastaj mbrana në to ka mbjellur dobi madhe Zot që ka punë shkenca për të zbuluar se sa të mira ka në frytin e hurmës dhe sa të shëndetshme janë. Andaj dhe ka veçuar për fryteve të tjera, natyrisht, duke mos injoruar ato, për ata dhe për ceksin e metën në ti. Wal habbu dhul asfi wal rejhan, po dhe drithra me gjete, që jenë të artikuj, apo artikuj, të domosdoshëm për jetën e njeriut, ka për qëllim shtu drithrat, bereqetet, që i përdorin njerëzit për ushqim. Qoftë vendet tona që janë grurje, elbi, thekne, misret e tjerë, qoftë orizje, ku ta diun diku tjetër atina për botë, po edhe drithrat. Wal habbu dhul asfi, wal rejhan, po edhe lullet, të cilat janë me aromë, edhe të bukura me i pa, por janë edhe aromatike. Rejhan është aromë e bukur. Ani pse rejhan është një lloj pemë veçantë, e cila është shumë e bukur me pa, dhe ka aromë me pas një në borë të mbush, atë këshit me aromë bukur. Por rejhan u thuhet edhe krejt luleve, e pemëve të cilat japin aromë të bukur për insanin. Kështu që ky insan han për të mirat të Zotit, nuhat aromë të bukur prej Zotit, jeton në qiellin e Zotit, pin për ujit të Zotit, ecë në tokën e Zotit, han mish e tamël për krijesave të Zotit, e njeh Zotin e vetë në përmet ti Korani që ka zbriti madhi Allah, te bareke ve teala, këto e nimetet mëdha që ka krijuar Allahu, a ka kush që i mohon këto? Për atë arsye, masi i cek këto nimete krejt, Allahu thot, fe bi eji ala i rabbikuma tukadhiban, e cilën të mirë të Zotit tuaj po e mohoni, o ju njerëz dhe o ju gjin. E që ka jetë koranor, si mbas shumicës së ulemave, u drejtohet dy lloj krijesave, njerëzve dhe gjinve, anë pse këtu më lart nuk o përmenden gjinët, por gjinët përmenden më vonë. Me vën përmenen gjinët, e Allah i madhruar për drejtohet edhe gjinëve dhe njerëzve, këtu krijesa që kanë krijuar, këto dhunti dhe begati, a mund të mohoni? Dhe në thamë atje më herët,
se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka lexuar këtë sure para gjinëve atje, ata kanë thonë, sa ka ky ajet koranor, e që është përmendur që është antrate një herë, gjinët kanë thonë, sa ka ky ajet koranor, po Zoti jon, po jo Zoti jon, asnjë nimet tonë nuk e mohojna ne, asnjë dhëti tonë se mohojmë ne, lekel hamd, lekel shukr, ty o Zot faleminderit. Pra, mund t'i mohojnë njerëzit të mira. La ilaha illallah. Musliman e jo musliman. Madje dhe pagant, mund t'i mohojnë të mira, nëse nalën e mendojnë, e jo eufori me fole, këtë, por me fole me maturi, me që të menë që i ka, me që të njohëri që i ka, mund t'i mohoj. Mund t'i mohoj. Jo, pasha Allah, s'mund t'i mohoj. Nëse s'mund t'i mohoj që janë për Zotit të ndatër, o robi Allahut, bëho mirënjohës, falenderues ndaj të madhit Allah. E ne jemi falenderues dhe e lutim Allahun të jemi dhe më falenderues ndaj të mirave të Zotit ton, për të mirat e Zotit ton, ndaj të Allahut Azza wa Jall, Zotit ton te bareke ve teala, felehu alhamdu wa shukr, atij të kanë falenderimi, atij të kanë hamdi, atij të kanë shukri. Allahu na ruaj këtë iman në zemrat tona, ja Rabbel Alamin. Allahu na ruaj të mirat që na ka dhënë. E na shtoft mirat e tij sa i ka ballë, te bareke ve teala. Allahu mos na pezulloft të mirat që na ka dhënë vëllezër musliman për gjunahet tona apo gjunahet e gjunahtarëve. Ja Rabbel Alamin, o Zoti jo mos na pezulloft të mira për gjunahet e mendje lehdve, e të cegdve, e atyre që nuk janë falenderues. Zoti jon, po rahmeti të është i madh, dhe ti ke thonë vete se i Rahman, dhe ne besojmë se ti i Rahman, e ke quajtur veten Ar-Rahman. Mëshirona Zoti jon, mos na dëno për gjunahet e tyne, ja Rabbel Alamin. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, walhamdulillahi Rabbil Alamin, wallahu ta'ala alam, wa sallallahu وبارك وسلم على عبدك ورسولك محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.